Shfrytëzonin vajza të huaja për prostitucion, arrestojnë 2 persona në Tiranë. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme si rezultati veprimeve hetimore të kryera në drejtimin e prokurorisë pas një hetimi me metoda proaktive, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar Network 3. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit RF 20 vjeç dhe AS 39 vjeç banues në Tiranë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se këta 2 shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin shfrytëzonin për prostitucion një shtetase nga Azerbajxhani e cila e ushtronte prostitucionin në një apartament me qira në rrugën Mihal Guri. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një shumë parash të dyshuarat përfituara nga kjo veprimtari e paligjshme dhe 4 celular. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.